ka me vjetë, pasaj do të fillojnë me refundimin e taksimet të kushtit. Pas të vendoj të objekti, ka me bu objektin e ri. Shkërgjit e ekonomira. Da ka shumë për superfuqit e objektit e Okej, objektin e pikondit do t'i ketë 5.700 metra rapportisht. Do t'jetë plotëron përbejse dhe ploti mall, i pjesë do t'jetë galeri. Da ka shumë që janë lira kontrolës është 2.600.000 euro, që do të ndonë në 3 vite fiskale. 3 vjetë, do më në vitin 2026 edhe në vitin 2027. Da ka shumë që janë se në kryesore që ka me lirë. Kompania e kanë që me fillu, apo? Po, na ke bërë përgatitit, në përdu me refekt përishtis, në lagim të invertohet të pajisën shtajnë shterë të vena, dhe momentit që të refektuat përisht ka bërë në kuksët të sigurijës për me fillu rënimin, në të vazhdojnë me rënim të objektit. Pastaj me proceduar tira që shame i fillu punë të bashkëpunim me energjia. Okej, atëherë urime gjithë qytetarëve të Lipjanit, natyrisht është një prej projekteve që me interesim të madhe kemi mirë prit, pas procedurat tepër të gjata tashmë në SHP dhe në organet tjera që merren me procedura. Është fat i mirë i Lipjanit me fillu një objekt të ri i cili do të ketë standarde të reja dhe ambiente moderne për dashamirët dhe njerëzit e kulturës, artit dhe sfera tjera të kulturës. Është një prej projekte më madhore që Lipjani do ta ketë, një objekt tepër modern dhe do të zënë këtë ambient këtë tjetër në raport me objektin ekzistues që është natyrisht një objekt i stërvjetuar dhe jo funksional. Është kënaqësi që bashkë me gjithë bordin e drejtorëve dhe me kolegë tjerë të administratës të fillojmë punimet edhe unë uroj që kompania të përmbahet dinamikës në mënyrë që në vjeshtën e vitit ardhshëm, jo në pranverën e vitit tjetër, në vjeshtën e vitit ardhshëm i mbyll punimet. Komuna do ta përcjell dinamikën e punëve tuaja me vëmendje të veçantë, natyrisht duke përmbush obligimet kontraktuale që kem dhe uroj juve punë të mbarë, urime gjithë qytetarëve të Lipjanit.